Ja. Oj kolege, Jo veç zonjën Agjiun, edhe me drita Millakun, tash ish deputetën e LDK-s. Vetë vendosis pastaj të LDK-s. A bën veç si sekond? Absolutisht. Bëhet mend. A bën një sekond? Jo, jemi duke diskutuar këtë pjesën. Kjo Albolina Agjiu, në kryetarin akademik Sabri Hamiti, që i ka thonë? Që i ka thonë? Që i ka thonë? Se mas e pedishet e. Që i ka thonë? Je maskara, je kështu, je qa. A i ka thonë publikisht? A i ka thonë? A jo? Jo, unë nuk e di që i ka thonë. A jo? Jo, nuk e di. Nuk e kam thonë. Ka pas deklarat publike për të? Po më në kuvend? Kuvend e ka thy. Kuvend. Kadri Veselit i ka thonë kriminal, kuvend. I ka thënë sepse edhe zoti Veseli ka përdorur një gjuhë totalisht pa pranueshme në raport me zonën. Si kundër përgjigje. Po si do të jetë? Ajo ka qenë koha kur ja përdorur po. Kjo nuk krahasohet me situatën. Jo nuk krahasohet. Edhe në momentin që zonja i ka thënë nuk ka qenë kryetare kuvendit. Po nuk ka lidhje me nuk ka qenë kryetare kuvendit. Nuk vajtohem sepse zoti Konjufta njihet për çndrimet e tij kryesisht të ashpra sa ka qenë deputet. Po në momentin që është bërë kryetari kuvendit ka qenë në një pozicion jashtëzakonisht. Ti beson që Albolina Agjiu në momentin që bëhet kryetari kuvendit? Më të përshtatshëm sa i përket me deputetet e partive tjera, bile mendoj edhe konsideroj që ka qenë kryetari më i mirë i kuvendit në Republikën e Kosovës në historinë e pasur. Do me thonë, nëse Albolina Agjiu bëhet kryetari kuvendit, do me thonë gjitha këto që i ka thënë më herët, do t'i përmbledh dhe nuk do t'i përsërit, do të bëhet unifikuese. Po varet për pozicionin që mbandi. Nëse ti je deputet e opozitës, ti nuk shkon aty për të vajtuar me subjekte tjera politike. Ka asnjë lloj simpatike. Po pra. Po s'ka ka thua, po kupton? Po, në momentin që mban një pozicion tjetër që nuk të kërkon ty me qenë. Po, shkon te seti se aty rregullon edhe jo se rregullon, skip se ta rregullosh sepse në momentin ti që ke mbrojtur një shndrim tani, nuk e pse të shkosh aty te seti. Në momentin që mban një pozicion si kryetari i kuvendit, ti e kupton. Që shkajnë të bëvë një darë, dhe më thënë, instrumentalizum totalisht absolutisht prej partisë i cili nuk gëzën me livrit. Edhe një zojën dhe ume, zoti Roma që ka qenë posa dolin për i budje se bishu është përduhet një të njërë. Po pra, edhe nuk e mendoj që po përdorës zoti Matoshi. Këta ndryshojnë prej të kalumve. Nëse i referohesh... Amo që tu go problemi është i verdiktit 2014. Nuk ka dhonë opcion. Po pra. Këtë është do mandë, Albini tash mundet futi teket me quvanin zxedhe, se mundet me bloku qështu edhe një vjetë. Zote Matoshi veç me zxedhet presidentit. Se veç me më zxedhet presidentit vani mund më shkun zxedhet. Edhe një sekund, në këtë vendimin e 2014-ës përmendit aty që votimi mund të jetë i hapur, i mbyllur, dhe deputetët obligohen të votojnë pro, kundër, ose të abstenojnë. Prandaj nëse i referohemi po këtij vendimi, precedentit njëjtë, ta lejon edhe kalimin në procedurë votimit të fshehur. Ka një lëvizje pozitive që nëse më me spjegu. AK-ja në gjykatën kushtetuese mirë që ka dërguar, po megjithatë nuk është instrumentalizim. Që ka ndodhur me pyetjen e AK-s. Cila mund të jetë lëvizja pozitive? Sot fakti që gjykata ka kërkuar